Pika e depozitimit të mbetjeve inerte, por jo vetëm në qafën e buallit, është sistemuar më në fund duke mbuluar nga dhera. Pasi problemi është bërë disa herë mediatik për ndotjen e madhe mjedisore që shkaktoi aty, është ndërhyrë duke i mbuluar me dhe, por pa marrë mundimin që t'i largojnë prej zonës. Për shkak të pozicionit ku ishin hedhur, këto mbetje ishin kthyer në shqetësim serioz për banorët e fshatit Plani Bardh të Bashkisë Klos, pasi kanë banesat poshtë. Ata kanë kërkuar vazhdimisht që të mos lejohet hedhja e mbetjeve aty dhe të ndëshkohen të gjithë ata qytetar apo subjekte që e kanë kthyer zonën si një pikë të mirëfillt për depozitimin e mbetjeve. Do nëse një pjesë e terrenit të depozitimit të mbetjeve është mbuluar nga dhera, anash duket qartë se ka ende mbetje plastike edhe jo vetëm që ishin hedhur më parë. Po ashtu mbi dherat që kanë mbuluar mbeturinat, ka nisur të depozitohen të tjera mbetje inerte që dalin nga rikonstruksionet e objekteve të ndryshme, kryesisht në qytetin e Bulqizës. Banorët i bëjnë apel autoriteteve vendore dhe mjedisore të ndalojnë këtë masakër që po shkaktohet në sy të gjithëve zonës mbi fshatin Plani Bardh.